Me që erdhën të Amerikanët, është emëruar ambasadori i ri Amerikan në Shqipëri. Çfarë pritshmërisë keni nga ky ambasador? Siç e dinin, ne kemi diskutuar dhe bashkë në këtë podcast që unë ju pata thënë që prisa zhvillime të shpejta për sa i përket ardhjes ambasadorit të ri dhe doli që ashtu ndodhi. Është një zhvillim shumë i mirë. Ka pasur disa përpjekje që ta vendosin protestën si mish për top, siç e thash më parë, të një lufte midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne shqiptarët duhet jemi jashtëzakonisht shumë të qartë, mos lëm asnjë lloj pikë dyshimi në anën e kujt jemi ne jemi në anën e miqve historik të Shqipërisë. Jemi në anën e atyre që nuk na kanë lënë balt kur ka qenë puna për të ndihmuar Shqipërinë dhe sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një vend veçantë në atë pjesë. Ardhja e ambasadorit për të dalë tek pjesa e pyetjes tuaj do t'i shërbej qartësimit të linjës së ambasadës, sepse kur një ambasadë nuk ka ambasadorin, është më e vështirë që linja të dali nga i ngarkuari me punë, përdoret gjuhë më diplomatike. Unë kam përshtypjen që ambasadori i ri do të përdorë gjuhë më pak diplomatike dhe më të drejtë për drejtë, për shkak të formimit të tij, për shkak të asaj që ai ka bërë në të kaluarën, për shkak të qenit gjeneral, dhe unë besoj që kur duhet dhe kur i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai do të di ta ndaj shapin nga sheqeri me shumë qartësi. Ka pasur një përplasje mes Agron Sheha dhe kryeministrit Rama ditën e dielshme. Besoj e keni parë në po themi video përplasjen. Çfarë mendoni për këtë po themi debat dhe a keni besim tek partitë e reja? Ai debat më duk debat i stisur, që të them të vërtetën se mendoj se ka ardhur koha që të mos bëjmë më as diplomaci, as të mos kemi më fjalë të tërthorta, se njerëzit janë lodhur, janë vërtet lodhur nga fjalët e tërthorta. Mendoj që është protestë, ajo video ishte e stisur. Mendoj që Agron Sheha është pjesë e Paris Tiranës. Mendoj që Agron Sheha u zgjua tani anti-Paris, sepse ashtu i erdhen interesat, por ka vite ka qenë deputet, ka qenë pjesëtar e Partisë Demokratike, kur nuk është shprehur në favor të interesave shqiptare, kur nuk e ka përqafuar ideologjinë kombëtare, kur nuk është ndjer keq kur ishte deputet dhe kur synonte të ishte kryetar partie. Pra, çështjet e ambicjes politike të tija janë legjitime, ai do të ka ambicie politike që të ruajë bizneset, ka bashkëpunuar si me Edi Ramën, ashtu edhe me Sali Berishën, ashtu edhe me Lulzim Bashën, ka bashkëpunuar me Dreqin edhe me Dbirin. Kështu që një njeri që deri dje ka bashkëpunuar me Dreqin edhe Dbirin, edhe nesër është i gatshëm të bashkëpunojë me Dreqin edhe me Dbirin. Pra nuk e shoh si një gjë serioze. Për sa i përket partive të vogla, vlen i njëjti vlerësim. Çdo parti ose çdo grupim duhet, sipas meje, sipas mendimit tim, vlerësuar me atë që ka bërë në favor të shqiptarëve gjatë gjithë këtyre viteve. Retorika shkon dhe vjen. Intervista dim t'japim të gjithë, teatr mediatik tani më, sidomos ky brezi më i ri, ka mësuar ta bëj shumë mirë teatrin mediatik, sepse është koha e influencerave, pra shumë njerëz mbajnë familjen me bukë me teatr mediatik në media sociale. Problemi këtu qëndron që si gjykohen këta në realitet, cili është thelbi këtyre lëvizjeve. Po ti gërmosh pak, në asnjë prej këtyre lëvizjeve ose prej këtyre partishkave të vogla, unë nuk shoh ndonjë farë të një ideologjie të qartë, të një qasje pro-shqiptare, të sakrificës për shqiptarët. Nga një anë kemi Qorin që kërkon të rimbjell traditën komuniste në Shqipëri, me anë të ideve të Rosa Luxemburgut e të tjerë, dhe i cili sipas meje përbën brezin e tretë dhe i cili do të mbështetet Paria Tiranës për shkak të lidhjeve që ka e të tjera. Në krah tjetër kemi zotin Shehaj, kemi zotin Lapaj, të cilët bëjnë teatr mediatik. Zoti Shehaj ka një ushtri të madhe që ka angazhuar me para, të rinjshet e reja që ndajnë videot e tij në rrjetet sociale, sepse të gjithë janë profiterë. Janë njerëz që janë duke përfituar nga situata për të marrë nga një kock.
Ajo që duhet parë është kush është për të shpëtuar Shqipërinë. Kush është për të shpëtuar Shqipërinë nga plagët. Jo kush do t'i hajë dhe kockat që i kanë mbetur. Se i ha paria mirë kockat, nuk kemi asnjë lloj problemi me aftësinë e tyre për të ngrënë kockat që kanë mbetur të Shqipërisë tonë të dashur. Ata janë mjeshtra të kësaj pune, janë mjeshtra për ta vjedhur, plaçkitur, gjakosur e për të bërë gjitha gjërat më të këqija të mundshme. Nuk na duhen fytyra të reja me mjete të reja komunikimi për ta bërë këtë gjë. Ndaj dhe mendoj që nuk mund të jenë zgjidhja. Zgjidhja do të vijë nga një grupim ose nga një frym e cila është totalisht, tërësisht jashtë kontureve të Paris-Tiranës, e cila do të ndryshojë jo thjesht qeverinë, se edhe një qeveri teknike e bëjnë ata, nuk kanë asnjë lloj problemi, po do të ndryshojë mënyrën se si është konceptuar shteti. Do të ndryshojë mënyrën e mekanizmave të kontrollit ndaj qytetarit dhe ndaj shtetarit. Një mënyrë transparente, një mënyrë që ti përshtatet traditës shqiptare, një mënyrë ku ta gjejnë veten të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe me rëndësi jo pak të madhe, me rëndësi shumë të madhe, që të krijojë një sistem ekonomik ku të gjithë shqiptarët kenë mundësi të jetojnë mirë, deri diku mirë. E jo të jetojnë oligarkët që i marrin paratë dhe nxjerrin jashtë dhe shkojnë pinë kafe në Monte Carlo dhe shqiptarët të rropaten e të ikin rrugëve të botës. Kjo është ajo që kërkojnë shqiptarët, nuk kërkojnë ndryshim fytyrash. Amerikanët kanë një shprehje, mund t'i vesh buskuj sa duash, një derë i mbetet derë. Ka pasur një operacion të SPAK-ut kohët e fundit ku janë goditur dy biznesmen, le themi të quajtur deri tani biznesmen, Artur Shehu dhe Ilir Shtufi. E ndërkohë ka pasur dhe kontrolle dhe sekuestrim të telefonit të biznesmenit Samir Mane. Si shikoni këtë lëvizje të SPAK-ut dhe a besoni që ka ardhur momenti që edhe po themi biznesmen të ndryshëm të futen në sitën e SPAK-ut? Spari herë vjen mirë që u vetë korrigjove kur the ta ashtu quajtur biznesmen. Sepse është pjesë e rëndësishme e diskutimit publik, e agoras publike. Sepse nuk ka asnjë gjë të keqe që të ketë Shqipëria biznesmen të mëdhej, përkundrazi është gjë e mirë. Nuk ka asnjë gjë të keqe që Shqipëria të ketë njerëz të suksesshëm të cilët kanë mbledhur shumë para, përsa kohë që këto janë mbledhur me metoda të lishme dhe përsa kohë që këta persona që e kanë mbledhur pasurinë në Shqipëri i shërbejnë shqiptarëve dhe shtetit shqiptar, sepse aty ku e mbledh pasurinë, aty duhet të kontribosh në shoqërinë e atij vendi, duhet kontribosh, ata janë pjesë e shoqërisë. Në këtë këndvështrim, unë nuk mendoj që pjesa më e madhe atyre që përmendet ju janë biznesmen. Unë mendoj që janë sekser, disa janë tregtar droge, disa të tjerë janë sekser të çdo qeverie, të cilët kanë marrë nga shteti shqiptar mundësinë për të ndërtuar dhe për të zhvilluar biznese pa asnjë lloj rregulli, pa asnjë lloj sistemi mbrapa dhe për të përfituar në ndotur çfarë është për të ndotur dhe për të larguar. Ky lloj sistemi i shërben sigurisht këtij grupi, kësaj klase, janë shumë të tjerë, ju përmendet vetëm disa, po janë dhe shumë të tjerë. Një pjesë e mirë e tyre kanë lidhje me shumë interesa të tjera të huaja jo shqiptare, por në këto që përmendet ju, një tregtar droge, një trafikant droge, do ishte më mirë ta quanim, nuk mund quhet biznesmen tani, se po quajtëm atë biznesmen, atëherë kjo është ajo bjerrja e diskursit moral, e diskutimit moral në media, që ka ndodhur me dijenin dhe me shtysën e Paris së Tiranës. Pra këta quajnë biznesmen këdo që bën para, nuk është ashtu. Një njeri që trafikon drogat pa lishme duhet të jetë në burg, jo në biznes. Dhe një njeri që ka mundësuar këto për të pastruar para duhet të jetë në burg, jo në biznes. Një njeri që ka shkatruar rivjerën shqiptare në jug në bashkëpunim me të gjitha qeveritë e mundshme, duhet të jetë në burg, jo në biznes. Njerëz të cilët kanë betonizuar pjesë të mëdha të Shqipërisë për interesat e tyre duhet të jenë në burg, jo në biznes.
Kur them në burg, nuk flas në burg sepse dua unë apo do ti apo do turma atje për jashta. Nuk është çështje. Janë shumë të qarta ata protestuesit. Kur thonë në burg, ata thonë të ketë drejtësi, ti dënoj drejtësia. Brenda të gjitha ligjeve, brenda të gjitha rregullave, jo merri kapi. Se me këtë spekulon ai Duqja i Surrelit. Kur thotë që këta janë fashist. Jo, më nuk janë fashist këta duan drejtësi. Ne duam drejtësi. Ne duam që sistemi i drejtësisë kur ti, siç thuhet në gjuhën popullore, e bën balt, të kapit fusin burg. Jo të bëhesh ti edhe politikan, edhe jashtu quajtur biznesmen, edhe me para, edhe ti kesh të gjitha, edhe ti nxjerrësh parat jashtë Shqipërie, edhe të fusësh duart në aferat më të ndyra të shtetit shqiptar nga të gjitha llojet e qeverive dhe pastaj të respektojmë. Po nuk funksionon ashtu në asnjë vend botës. Ajo që vjen me pasurinë është edhe një lloj përgjegjëshmërie. Që vjen është një etik përgjegjëshmërie dhe këtë etik përgjegjëshmërie kanë ata që e kanë nxjerr vet paran nga hiçi, ata që kanë punuar para, ata që e kanë bërë biznesin vet, ata që e kanë marrë biznesin me anë të makinacioneve me qeveri të ndryshme ku nuk ka pasur as gar, as gjë tjetër, ku çdo gjë ju vjen gati ke dora, ku fitimi fillestar është gati 300%, dhe nganjëherë ata vjedhin edhe më shumë se duhet t'ju japin pjesën politikanëve e të tjerëve, atëherë ky nuk është më biznes, kjo është organizatë kriminale. Edhe organizatat kriminale kanë vendin në burg, në një vend me drejtësi. Pastaj në një vend ku rrim bim bam, atëherë dakord, nëse jemi rrumpall, atëherë në rregull. Le të qëndroj qeveria e rrumpallës e Duqes Surrelit, le të bëj sikur bën opozita e trustit gështenjave dhe jemi në rregull. Po pikërisht këtë lloj mendësie e ka thyer kjo protestë. Prandaj për mua është një protestë që ka vlerë shumë të madhe. Edhe nëse dështon nesër, edhe nëse i marrin edhe i arrestojnë të gjithë, mos o zot. Por edhe nëse dështon nesër, ka thyer këtë pathyeshmërinë e Paris. Këta nuk janë të vetmit. Ka alternativa. Shqiptarët dinë dhe duan alternativa. Kjo është një fitore jo e vogël, por jashtëzakonisht shumë fillestare, sepse pa u thyer tërësisht sistemi i kësaj parie nuk ka zgjidhje. Zgjidhjet do jenë të gjitha të minuara nga brenda.